Gjoana, të përshëndesa, ka zhvillime sa i përket gjendjes shëndetësore së pakut të një prej të miturve, i cili që ditën e djeshme ka qenë edhe më rënd nga 2 bashkëmoshatarët e tij. Në fakt, Fabiola, fatkeqësisht jo, pra ende vijon të jetë në gjendje të intubuar, në gjendje të rëndë shëndetësore njëri prej të miturve, pra 11 vjeç, i cili ndodhet në spitalin e traumës në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa për shkak të plagëve të marra në kokë, po ashtu edhe në pjesën e mushkërive. Ndërsa, siç e kemi raportuar, fatmirësisht 2 të miturit e tjerë, të cilët mbetën po ashtu të aksidentuar ditën e djeshme me monopatin në kryeqytet, ndodhen jashtë rrezikut për jetën në pavion dhe kanë dëmtime në krah dhe në këmbë. Tashmë zyrtarisht kanë mbushur dhe 24 orë nga ngjarja e ndodhur ditën e djeshme dhe pritet për t'u nënshtruar dhe ekzaminimeve të tjera nga stafi mjekësor për të parë se si është gjendja e tyre shëndetësore, por fatmirësisht nuk kemi pra rrezik për jetën. Ndërsa vijojnë të qëndrojnë në monitorim nga stafi mjekësor i Spitalit Universitar të Traumës. E kuptoj. Mirë, Gjoana, faleminderit për këtë informacione që përcolli nga Spitali i Traumës.